Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Pazari karakteristik i Gjirokastrës këtë fundgusht po përjeton një fluks të lartë turistësh të huaj duke sjellë gjallëri në zonën historike të qytetit. Vizitorët tregojnë interes për arkitekturën, historinë dhe traditat, ndërsa vlerësojnë autenticitetin e qytetit. Ky interes në rritje shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e mëtejshëm të Gjirokastrës si destinacion kulturor. Stafi i menaxhimit dhe dokumentimit të Parkut Kombëtar të Butrindit është angazhuar për dokumentimin digjital të monumenteve. Puna e nisur e mbështetur nga teknologjia bashkëkohore shërben si një mundësi e re për kërkim shkencor, monitorimin e konservimit dhe ruajtjen afatgjate të trashëgimisë kulturore që qyteti antik i Butrindit përfaqëson. Resul Pasha ka rreth 20 vite që merret me kultivimin e frutave dhe perimeve, ndërsa prej 3 vitesh i tregton edhe në anë të rrugës. Këtë vit ai ka mbjellë rreth 2 hektar tokë, por shprehet se po has vështirësi në shitjen e prodhimit dhe rrezikon që një pjesë të shkojë dëm. Ekipi Gjirokastrit në futboll vijon përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027. Në një intervistë për RTS Gjirokastra, kapiteni Behar Ramadani shprehet se me aprimet e reja është krijuar një ekip i mirë, i cili do të arrijë të çojë luftëtarin në kategorinë e parë. Ju njohim tani më gjërësisht. Nga sot, trompektomia në QSUT ofrohet si një shërbim i plot për qytetarët. Për herë të parë, pacientët me insult ishemik do të mund të trajtohen në QSUT me trompektomi, aparatura moderne dhe një ekip të specializuar mjekësor. Ky investim përbën një hap të rëndësishëm drejt një sistemi shëndetësor më modern, më të specializuar dhe më pranë pacientit, duke sjellë në Shqipëri mundësi të reja për ndërhyrje të shpejta, të sigurta dhe të avancuara. Duke nisur nga dita e sotme, trombektomia është një shërbim i disponueshëm për qytetarët në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, një investim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, i cili shënon një hap të rëndësishëm në zgjerimin dhe modernizimin e shërbimeve të neuroradiologjisë intervenuese në vend. Instalimi i angiografit biplanar dhe krijimi i kabinetit të radiologjisë intervencionuese mundësojnë diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të insultit ishemik akut përmes trombektomisë mekanike, si dhe trajtimin e patologjive të tjera vaskulare e cerebrovaskulare, përfshirë aneurizmat përmes procedurave të avancuara si angiografia digjitale me substraksion. Gjatë inspektimit në ambientet e shërbimit të ri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evisala, u ndal në mënyrën e funksionimit të shërbimit, i cili do të ofrohet 24 orë në ditë në bashkëpunim me neurologët, neurokirurgët, terapin intensive dhe shërbimin e strokut. Sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm një aparatur, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipe. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shua europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokollet, është trajnuar stafi, si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, siç e thatë juve, janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgjia, neurologjia, shërbimi i strok, që janë të tëra në funksionim. Prandaj besoj që tash duke qenë se parku teknologjisë i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi i pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, për diagnostikë si patologji vaskulare, po dhe ato jo vaskulare. Në kuadër të zgjerimit të mëtejshëm të kapaciteteve, brenda vitit 2026, në shërbimin e neurokirurgjisë do të instalohet edhe akseleratori linear për trajtimin e pacientëve me tumore të trurit. Pazari karakteristik i Gjirokastrës këtë fundgusht po përjeton një fluks të lartë turistësh të huaj duke sjellë gjallëri në zonën historike të qytetit. Vizitorët tregojnë interes për arkitekturën, historinë dhe traditat, ndërsa e vlerësojnë autenticitetin e qytetit. Ky interes në rritje shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e mëtejshëm të Gjirokastrës si destinacion kulturor.
Pazari karakteristik i Gjirokastrës këtë fundgusht po përjeton një fluks të lartë turistësh të huaj, duke e kthyer zonën në një nga pikat më të gjalla të qytetit. Rrugicat me kaldrëm dhe atmosfera historike tërheqin çdo ditë vizitorë të shumt, të cilët zgjedhin të kalojnë kohë duke eksploruar këtë pjesë të trashëgimisë kulturore. Më pëlqen shumë kur vizitoj një vend, të njoh kulturën dhe historinë e tij. Unë e dua historinë, prandaj është vërtet e mrekullueshme. Siç pam në internet gjithçka për luftën e dytë botërore, bunkerët, tunelet dhe kështjellën. Pazari është mahnitës. Ka shumë dyqane dhe gjëra shumë specifike dhe kulturore. Donim t'i merrnim të gjitha, por nuk mundëm për shkak të çantës së shpinës. Megjithatë është vërtet shumë e bukur. Yeah, because it's a more cultural. Po e vizitojmë sepse është një zonë shumë kulturore. Kështu që e kërkuam online dhe zbuluan se Shqipëria është kryesisht për plazhet, por edhe pjesa kulturore është shumë e rëndësishme për ne për ta vizituar. Kemi pak informacion për historinë, për kështjellën, mundet e UNESCO-s e të tjerë. Prandaj po përpiqemi ta eksplorojmë këtë vend. Sa po mbërritëm para rreth 10 minutash. Dua të them se ushqimi shqiptar është i mrekullueshëm. Është e rajoni e parë në Shqipëri. Plazhet janë të mrekullueshme, por dhe Gjirokastra shumë e bukur. Është padyshim një udhëtim që duhet bërë përsëri. Vizitorët shfaqin interes për historinë, arkitekturën dhe traditat e zonës. Ata kalojnë për të bërë fotografi, për të mësuar më shumë mbi kulturën vendase dhe për të shijuar panoramën unike që ofron qyteti i Gurt. Shumë prej tyre shprehen të impresionuar nga ruajtja e vlerave historike dhe nga autenticiteti që ofron Gjirokastra. Sapo kemi mbritur në Gjirokastër, ende nuk kemi pasur mundësi të vizitojmë qytetin, por panorama është shumë e bukur. Kemi ardhur me pushime në Sarandë dhe donim të shihnim këtë vend të veçantë, kështjellën e Gjirokastrës. Qytet shumë i bukur, me atmosferë të veçantë dhe pamje mbreslënëse. Pazari karakteristik me kaldrëm, dyqane tradicionale dhe shtëpitë e vjetra e bëjnë edhe më të veçantë këtë vend, duke i dhënë një ndjesi të vërtet historie dhe kulture. Ky fluks i shtuar turistësh konsiderohet një sinjal pozitiv për sezonin veror dhe për zhvillimin e turizmit në qytet. Vizitorët largohen me përshtypje të mira, duke e rekomanduar qytetin si një vend që duhet vizituar. Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka ndërhyrë sot në rrugën Panorama në bashkinë Sarandë, ku është prishur një shtesë anësore e një objekti të ndërtuar pa leje. Kryeinspektori i KMT Safrim Qendro deklaroi se çdo ndërtim pa leje do të ndëshkohet në përputhje me ligjin, duke paralajmëruar se aksionet të tilla do të vijojnë. Gjej rastin t'ju bëj thirrje të gjitha subjekteve të biznesit apo individëve që dëshirojnë të ndërtojnë. Ndiqni rrugën ligjore, aplikoni dhe pajisuni me lejen përkatëse. Çdo investim i kryer në struktura pa leje është para e hedhur dëm, u shpreh Qendro. Në një reagim të publikuar edhe në rrjetet sociale, drejtori i përgjithshëm i IKMT-s theksoi se askush nuk do të tolerohet në rastet e ndërtimeve pa leje. Çdo kush që merr guxim të ndërtojë pa leje do të ndëshkohet sipas ligjit. Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit prishën një shtesë anësore të një objekti të ndërtuar pa leje në rrugën Panorama në bashkinë e Sarandës, deklaroi ai. Stafi i menaxhimit dhe dokumentimit të Parkut Kombëtar të Butrintit është angazhuar për dokumentimin digjital të monumenteve. Puna e nisur e mbështetur nga teknologjia bashkëkohore shërben si një mundësi e re për kërkim shkencor, monitorimin e konservimit dhe ruajtjen afatgjatë të trashëgimisë kulturore që qyteti antik i Butrintit përfaqëson. Ndërkohë që fluksi vizitorëve në Butrint një ngritje nga muaj në muaj, stafi specializuar i menaxhimit dhe dokumentimit është i angazhuar në leximin digjital të kësaj pasurie arkeologjike me vlera të ralla. Eva Mato, menaxhere konservimit në Fondacionin e Menaxhimit të Butrintit, tregon se për këtë qëllim po përdoret teknologjia RTI, një metodë e avancuar e dokumentimit digjital. Mato thotë që ndihmon në studimin e monumenteve dhe artefakteve, duke hyrë në detaje dhe duke kombinuar fotografi të realizuara nga kënde të ndryshme ndriçimi me metodën e avancuar teknologjike RTI. Bëhen më të dukshme mbi shkrime, gdhendje dhe detaje të imta që me kalimin e kohës janë zbehur. Digitalizimi i monumenteve dhe strukturave arkeologjike në Parkun Kombëtar të Butrintit është pjesë e rëndësishme e punës së stafit të Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit. Digitalizimi tashmë është një mjet i rëndësishëm për ruajtjen e afatgjatë të trashëgimisë kulturore. Ky proces mundson dokumentimin dhe monitorimin me saktësi të gjendjes së monumenteve, duke evidentuar ndryshimet të cilat mund të kenë ndodhur me kalimin e kohës, por gjithashtu së bëjnë një bazë shumë e mirë për të mbështetur kërkimin shkencor dhe për të planifikuar ndërhyrje konservuese në të ardhmen të bazuara në të dhëna të sakta.
Specialistja e Muzeut Arkeologjik në Butrind, Ergina Seidi, tregon se aktualisht punojnë për digitalizimin e murit që mban mbishkrimin Biblioteka e qytetit. Po realizojmë digitalizimin e murit me mbishkrime, Biblioteka e qytetit. Për këtë po përdorim teknologjinë me RTI, e cila na lejon fotografimin e sipërfaqes së mbishkrimeve me një rezolucion shumë të lartë. Më pas krijohet një imazh interaktiv ku mund të ndryshojmë virtualisht drejtimin e dritës. Kjo gjë na ndihmon në dallimin më të qartë të mbishkrimeve dhe të sipërfaqes së gurit me imtësi, gjë që shpesh nuk dallohet me sy të lirë. Puna e nisur për digitalizimin e monumenteve në Butrind, e mbështetur nga teknologjia bashkëkohore e kësaj fushë, shërben si një mundësi e re për kërkimin shkencor, monitorimin e konservimit dhe ruajtjen afatgjatë të trashëgimisë kulturore që qyteti antik i Butrindit përfaqëson. Resul Pasha prej rreth 20 vitesh merret me kultivimin e frutave dhe perimeve, ndërsa prej 3 vitesh i tregton edhe në anë të rrugës së Dropullit. Këtë vit ai ka mbjellë rreth 2 hektar tokë, por shprehet se po has vështirësi në shitjen e prodhimit dhe rrezikon që një pjesë të shkojë dëm. Ai thotë se përpiqet i shes si në tregun e Gjirokastrës, ashtu edhe në Dropull, por nuk arrin të shes të gjithë sasinë e prodhuar. Prej gati 20 vitesh Resul Pasha merret me kultivimin e frutave dhe perimeve. 68 vjeçari ka ndërtuar prej vitesh një eksperiencë në bujqësi, duke u fokusuar në prodhime të ndryshme sezonale që i kultivon në tokën e tij. Prej rreth 3 vitesh ai ka nisur edhe tregtimin e produkteve të tij në anë të rrugës, duke u përpjekur t'i shes drejt për drejt konsumatorëve. Këtë vit ai ka kultivuar rreth 2 hektar tokë, por shprehet se po përballet me vështirësi në shitjen e të gjithë prodhimit. Me këto kam gati 20 vjetë që në anë të rrugës të vajta 3 vjetë. Si ka qenë prodhimi si vjetë? Prodhimi ka plot, po t'i marrë të mbush kanalin aty, dhe po hanë derat në fush atje, s'ka treg fare, s'ka kushta marrë, kushta ashtu. Po ndorë s'ka. Janë bërë aqë pishmend që kanë bjellë si vjetë, treko shpenzime që kanë bërë. Janë 2 hektare gjysë vetë me sharqie me pjepër, po kalbër në parcel ati. Ka tëra ka pjepër, sharqie, domate, speca, po kurdes ato duha të rishte koka. Duha punë, shumë punë, po ndorë s'ka. Shtu që jemi detyruar, të dorëzohemi. Resul Pasha tregon se përpiqet i tregtoj produktet si në tregun e Gjirokastrës, ashtu edhe në anë të rrugës në zonën e Dropullit, kur ka edhe kërkesën më të lartë. Megjithatë sipas tij nuk arrin të shes të gjithë prodhimin, duke rrezikuar që një pjesë e mirë të shkojë dëm. Ata që e dinë që është prodhim bio që ashtu, qëndrojnë vilemarin. Në treg i çoj Gjirokastër, çoj pjeprin në mëngjes atje, shes 10 kg dhe vi prapë. Dhe tani sa qëndroni këtu? Gjendoj deri në ora 1, pasa fillova pas rrjedh me këtu ndizet flak. Rasti Resul Pashës nxjerr në pa vështirësitë që hasin fermerët në tregtimin e prodhimeve bujqësore, pavarësisht punës dhe investimit të bërë gjatë gjithë vitit. Mungesa e tregjeve të sigurta dhe e kanaleve të qëndrueshme të shitjes mbetet një sfidë e vazhdueshme për bujqësinë në këtë zonë. Nëpërmjet, tradita e glikoz vazhdon të ruhet me kujdes nga brezi në brez. Frutat dhe perimet e stinës të përpunuara sipas recetave të vjetra shndërrohen në një prej shijeve më karakteristike të zonës. Glikoja përtej traditës është edhe një mundësi ekonomike për familjet përmetare. Nëpërmjet, tradita e glikoz vazhdon të ruhet me të njëjtin kujdes si dikur. Punishtet artizanale konsiderojnë këtë sezon të mbar për prodhimin e frutave dhe perimeve që përpunohen në shije tradicionale, duke i dhënë jetë një prej produkteve më karakteristike të zonës. Ajo që e bën ndryshimin nuk është vetëm cilësia e lëndës së parë, por mënyra e përgatitjes. Recetat e vjetra dhe proceset tradicionale ruhen me fanatizëm, duke e bërë çdo kavanos glikoje të mbaj brenda shijen dhe historinë e përmetit. Si vjet jemi shumë më mbarë se sa vjet. Vjet nuk ishim asnjë prodhim, si vjet jeni shumë mirë. Ka kumbulla, ka për shembull fiq, kumbull kemi, goxha si vjet. S'kemi ndonjë makineri që bëhet, çdo gjë bëhet me dorë këtu. Shiko dhe kumbullën dhe mbushjen, edhe paketimin e vazove, tarka që bëjmë me dorë. Nuk ka asgjë me makineri. Ndaj është bëhet cilësor, sa do me makineri, prodhimi nuk bëhet i mirë. Se e shtyp, për shembull e shtyp e merr qershin. E shtyp qershin, e merr arën, e shtyp portokallin, çdo gjë e bëj me dorë. Edhe çdo cilësia është shumë e mirë se sa me makineri.
Sipas këtyre produkteve, qëndron puna e shumë familjeve përmetare. Artizanati glikoz nuk është vetëm një traditë e trashëguar, por edhe një mundësi ekonomike që po i ndihmon familjet të sigurojnë të ardhurat dhe të ruajnë lidhjet me trashëgimin e tyre. Neve kemi pasur, e kemi filluar për shembull këtë punë me pak fare punëtor, çdo vit shkon në rritje punësimi. Nga frutat e stinës, te recetat e gjysheve, glikoja e përmetit vazhdon të mbetet një shije që bashkon traditën, punën dhe identitetin e kësaj zone. Ekipi i Gjirokastrit në futboll vijon përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027. Në një intervistë për RTS Gjirokastra, kapiteni Behar Ramadani shprehet se me afrimet e reja është krijuar një ekip i mirë i cili do të arrijë ta çojë luftëtarin në kategorinë e parë. Në drejtimin e trajnerit Neritan Novi, skuadra Gjirokastrite në futboll vazhdon punën për përgatitjet e sezonit të ri futbollistik, i cili për ta do të nisë me përballjen ndaj Devollit. Me lojtarët e afruar gjatë merkatos së verës, sipas kapitenit Behar Ramadani, ekipi ka marrë formën e duhur dhe është gati për të realizuar objektivin, ngjitjen në kategorinë e parë. Përgatitjet kanë vazhduar shumë mirë, po stërvitemi shumë fort. Tani i morën vesh dhe ndarjet e grupeve, morën vesh kundërshtarët që do kemi, tani së fundi u hodhe kalendari, morën vesh dhe kundërshtarin e parë që kemi. Po përgatitemi intensivisht do ditë, ekipi gëzon formë të mirë, edhe do zoti ta filloj me këmbë të mbarë, ta arrijmë objektivin që e kemi një peng, me thënë drejtën, dhe kemi jo vetëm objektiv të klubit, po kemi edhe një detyrim moral ndaj këtij luftëtar, ndaj qytetit dhe ndaj sportdarësve. Ekipi i vjetshëm kemi mbajtur ato lojtarë që klubi ka menduar që kanë qenë më korrektet, që kanë djersitur për këtë uniform, për këtë qytet. Kemi mbajtur atë bazën që kemi dashur, kemi bërë ca afrime cilësore, të them të drejtën, kemi shumë besim të ta, normalisht duan kohën e vetë që të përshtaten me ekipin, që të harmonizojmë dhe lëvizje dhe çdo gjë tjetër. Kemi parë është me Devollin, është një ekip që njeh këtë kategori, nuk janë ekip i keq, janë djem korçar që dinë të luajnë futboll, po marrin masat tona, patjetër ne nuk pretendojmë të përshtatemi kundërshtarë, mendoj që kemi bërë një ekip që të tjerë të marrin masa për ne, po ne atë gabim që bëm ndeshjen e fundit, shpresoj që as duhet ta çojmë në përmendje. Thjesht do vlerësojmë çdo kundërshtar dhe kaq. Gjatë këtij sezoni hapësirë do t'u jepet në ekipin e parë dhe djemve të akademisë, bën të ditur Ramadani. Si normalisht të vit do jetë edhe tek akademia, përveç rregullit që ka vendosur federata në të gjitha ligat. Te kategoria jonë jemi të detyruar, është rregulli i federatës, që një 19 vjeçar duhet lozi 90 minuta. Një vend është për të veçlit. Kjo është një motiv më shumë edhe për ato që të stërviten, të vinë, të ndihmojnë ekipit të ndihmojë ato, dhe është mundësi e artë, të them të drejtën. Edhe sikur të mos ishte ky rregull nga federata, prapse Gjirokastra ka nevojë për prodhim vendas, vajti vite që të themi të drejtën nuk po na del një lojtar nga qyteti. Besoj se me këtë rregullin e ri është një mundësi shumë e mirë që të na shfaqen dhe çunat e akademisë. Kampionati për kategorinë e dytë do të nisë në 12 shtator dhe përfundon në 25 prill. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.